Rikthehemi sërish në studio të dashur dëgjues dhe shikues të radio televizionit Pendimi në pjesën e dytë të emisionit Drita e së vërtetës dhe jemi së bashku me hoxhën Dritan Zhini Potoku. Në këtë vazhdim të pjesës së dytë të programit, sigurisht hapim linjat telefonike për inkuadrimin tuaj të drejt për drejt në program në +383 45 471 848, numër kontakti i cili shërben në Viber për inkuadrimin tuaj dhe i cili qëndron edhe në pjesën e poshtme të ekranit ku ju po përcjellni nëpërmes televizionit Pendimi. Ndërkohë që mirëpresim thirrjet e juaja, mirëpresim po ashtu edhe mesazhet tuaja tek rubrika dërkohë mesazh në webfaqen e radio televizionit Pendimi dhe në Viber po ashtu mund t'i shkruani edhe me tekst. Sigurisht në këtë pjesë të dytë të programit do të përpiqemi pra që t'ju japim hapësirë atyre mesazheve që ju keni dërguar. Ne përderisa do të kemi telefonatat e juaja, do të marrim edhe mesazhet e para që kanë arritur me tekst. Ne do të përpiqemi të selektojmë ato mesazhe të cilat janë me përmbajtje kryesisht në temën, po mandej do të vazhdojmë edhe të tjerat që mund të jenë me konotacion tjetër. Mesazhi i parë që na vjen në studio thotë selam aleikum, juve në studio dhe hoxhës. Aleikum selam. Deshta thotë të ju pyes tek cila shtresë shoqërore është më e vështirë depërtimi i këshillës, domethënë cila pjesë e shoqërisë e ka më të vështirë perceptimin dhe marrjen e këshillës nga ana e hoxhallarëve dhe dietarëve. Në fare udhëzimi është në dorën e Zotit Dhul Xhelal. Atë që don e udhëzon dhe thot rrugës e tij. Mirë po disa prej atyre kategorive të cilat kanë jetuar shembull gjatë kohës së sistemit të kaluar. Dhe janë ushqyer me ato bindjet dhe botkuptimet e kaluara komuniste e kështu me radhë. Normalisht që të ta është më vështirë dhe thotë Depërtimi i këshillës. Jo vetëm marrja e këshillës, po edhe bashkëbisedimi me ta. Sepse vrihet e pikpamja materialiste dhe ateiste shembull që të një pjesë e konsiderueshme e tyre shihet që është e theksuar. Mi po, ata të cilët shembull janë objektiv pavarësisht do thotë atyre profileve tyre, kur janë shembull objektiv e këtij modeli Bashkëbisedimin me ta. Po, natyrisht edhe nuk e kanë të vështirë edhe me marrë këshillën ose korrigjimin e mendimeve ose bindjeve tyre ose kështu me radhë, kur mbështeten normalisht në argumente dhe thëtë dhe fakte që janë të pamohueshme. Mirë, një pyetje tjetër që na është drejtuar. Na përshëndet në urime thot për emisionin dhe desha të ju përgëzoj për këtë temë. Sigurisht kur më shumë thot se tash nuk ka pas nevojë për këshilla, prandaj gjëja më e mirë që mund të bëni ju hoxhallarët është të jepni këshilla dhe ato të jenë sa më të thjeshta për të gjitha shtresat e njerëzve. Deshta thot të bëj një pyetje, sa është e vështirë thot depërtimi i këshillave tek personat, sidomos çiftet bashkëtorë të cilat mund të kanë problemet e tyre në mes çifteve, në mes çiftit dhe a mund të ndikojë një këshill që raportet familjare në mes tyre të jenë të ripërtrishme? Udhëzimi është diçka tjetër. Po. Edhe problemet bashkëtorë, për shembull, familjare, qoftë edhe kolegjale janë natyrë tjetër. Udhëzimi ka të bëjë do thotë me marrjen do thotë të vlerave hyjnore dhe ato profetike
me i praktiku se zbatu në jetën e tina, duke synu me të kënaqësinë e Zotit të Xhelal dhe duke u largu nga dukuritë negative me shpresën në shpërblimin tek Zoti të Xhelal. Por kjo është natyra do thot e udhëzimit. Deri dje se kon fetar, sa dje fetar e fal namazin. Deri dje se ke ditë që për shembull alkooli ose prostitucioni ose kamata ose biçozi nuk i ke bose nuk i ke ditë sa dje për udhëzu për shembull dhe heq dorë prej tyne. Duke ju bindur thot vullnetit të Zotit të Xhelal dhe duke shpresuar me tek kënaqësinë e Allahut. Udhëzimi është diçka tjetër. Kurse raportet me të tjerët kërkojnë një pjekuri do thot të individit, ka shi përgjegjësive të tia që i ka marrë në jetë. Pra, do thot në raportet bashkëshortore për shembull që janë përmend aty kërkohet pjekuri dhe sakrificë dhe vullnet i mirë prej të dy palëve që me ndërtu një kala, që ajo me jetu gjatë, që prej saj pastaj me arë fëmijë, me arë nipa, me arë mbesa, kështu me radhë. E për me ndërtu diçka tillë, për me dhënë fryte, normalisht ajo don sakrifice, kur që nuk vjen e lehtë, kur që nuk është pa probleme, kur që nuk është pa sfida. Vetë natyra e jetës së kësaj bote është e ndërtuar do thot në do thot atë sprova të tilla që njeriu me ditë pastaj vlerën e asaj që e ka arrit me mund, me ditë me rujt ato që e ka fituar kështu më radhë. Pro, këto raportet do thot me të tjerët kërkojnë pjekuri. Dhe kërkojnë pjekuri prej dy palëve, normalisht burrit ta kanë përgjegjësi më e madhe, po kjo po të bëjnë me natyrën e karaktereve të njerëzve, moraleve të tyre kështu më radhë. Mirë, një çështje tjetër e shtruar nga dikush prej dëgjuesve tanë që na përshëndet me selam aleikum dhe thotë desha ta di këndvështrimin islam mbi personave të cilët nuk ju lën këshilla. Do thotë nuk bën efekt nëse e këshillon sado që përpiqesh ta këshillosh e sado që ke dashni ndaj atij personi dhe dëshiron ta largosh nga një diçka e keqe. Si duhet vepruar ose sa herë duhet provuar që ta këshillosh një person për t'i thënë vetvetes mjaft se këtij nuk ja lë këshilla. Së pari do thot na nuk kemi detyrën pranë sa Allah, do të thotë që me i detyru njerëzit. Pra jonë është ajo çush e ka urdhëruar Allah të dërguarin e tij, do thotë që ti thirr në rrugën e Zotit tënd. Pra atina ja ka ngarku do thotë këshillën, fjalën e mirë, porosinë e mirë, pastaj vendimi u mbetet njerëzve dhe mbas të atyne vendimeve nesër do thotë e marrin ato për çka do thotë kanë jetuar jetën e kësaj bote. Po edhe ne do thotë nuk e kemi patjetër me kap njerëzit për krahë, Zoti na rujt, sepse edhe me dashur ato nuk e don Zoti dhul xhelal. Allah ka dashur do thotë besimin me qenë lirë, që ata që e ndjejnë në zemrat e tyre më u kthy ka Allah dhul xhelal. Dhe për ata të cilët do thotë kanë punu me bindjen e tyre duke synuar kënaqësinë e Zotit, Allahu ka përgatitur do thotë xhenetet e tij u kanë me konë ata për gjithmonë. Prandaj e jonë është me i këshillu me fjalë të mira, her pas here, që thot një hoxha të këshilla nuk është vetëm mja gjuj dikujt një fjalë, valla falo. Po njeri thu për shembull është mirë më fal, njeri kallëzon për vlerën e namazit, për shembull. Njeri tregon për pozitën që e ka tek Zoti, njeri tregon për shpërblimet që i ka te Allahu. Njeri tregon për mbrojtjen prej dukurive të liga që i ka. Do thot çdo herë me bisedu, do thot me qasje të ndryshme, që me qenë ajo këshill do thot çdo herë e freskët. Mi po nëse shkon për shembull një kohë dhe ai thot mos më thuaj mos unë nuk dua se nuk jam i interesuar se kështu më radh, atë normalisht nuk i çka i bën më shumë se ai është moshërritën, është i pjekur edhe
Ajo është përgjegjës vetë për veprimet e tia. Fiks. Okay. Mirë, do kalojm tek disa pyetje që janë në këndvështrimet të tjera jo rreth temës që trajtuam, por me çka po shohum domethënë të tjera rreth temës nuk ka. Pyetja e radhës thot kështu. Desha të pyes Hoxhën e ftuar në studion tuaj se gjatë kësaj periudhe të verës shpeshherë marrim udhëtime që janë jashtë vendit, e sidomos në vende turistike. Po përpiqemi thotë që të gjejmë vende ku mund t'i bëjmë disa pushime pak më halal ose më të lejuara. Ndërsa thot halli im është tek çështja e namazit. Thot përveç bashkimit të namazeve, ka lehtësira të tjera për muslimanin gjatë periudhës së pushimeve. Pikë e parë do thotë jo vetëm për muslimanën, do të thonë shumë prej njerëzve kanë nevojë që në pushimet e tyre me pas intimitet. Po ne edhe kur tulmi në një restorant, nuk ulmi për shembull mesën e njerëzve ku ka kallaballëk, po mundohemi me gjetë një tavolinë ku është pak më qetë, në mënyrë që bisedat tona mu ka më të lira dhe me qenë të lirë në atë çka bash bisedojmë, se ndihemi me komod. Kurse do thotë është e njëjta edhe kur shkojmë në pushime verore, turistike, vetëm se këtu kemi përgjegjësimet e mëdha që ne duhet kemi kujdes që mos mu ul do thotë në atë mjedise ku njerëzit zhvishen nga kurriç. Sepse nuk është prej etikës së shëndosh që njerëzit do thotë të rrinë në mjedise të tilla dhe duke ushqyer do thotë sytë në lakurici. Pra mundohet me gjetë një hapësirë, një vend ku ndihet më komod, më i qetë. Kurse sa i përket namazit, si udhëtar do thotë, atij lejohet do thotë bashkimi i namazit, po dhe shkurtimi i tyre. Drekën edhe ikindin mundet do thotë me i fal ka 2 recate në njënën prej këtyre vakteve. Ose i fal kohën e drekës së ikindis, po ashtu akşamin me yacin do thotë mundet me ngjit. Do thotë akşamin mbetet 3 recate, yacin mundet me fal 2 recate. Ato bëhen do thotë me një esan me 2 ikamete. Kështu që ka lehtësi edhe sa i përket namazit, gjithatë kohë gjatë mundet me organizu do thotë në mesin e 2 kohëna do thotë me gjetë për me i fal namazit. Po. Mirë, do vazhdojmë me të tjera pyetje të arritura këtu në studio, po të mirëmbrëma për juve në studio dhe për Hoxhën, një përshëndetje me selam. A ka mundësi thot të e pyes Hoxhën rreth një halli, një shqetësimi që unë e kam. Thot jam duke jetuar thot në Perëndim dhe fëmijët e mi thot kryesisht janë të jo të besimit islam, do thot i kanë besimet e tyre për të cilat thot asë i kam pyetur thot, por kam dëgjuar thot her pas here në raste kur për shembull thot unë falem me familjen time në shtëpinë time, thot edhe kanë bërë her pas here thot raportime për thirrjen e ezanit në shtëpinë time, kinse po ju pengon dhe po ju shqetëson thirrja e ezanit brenda hapësirës time private. Nga përgjithësit e banesës thot ku unë jetoj, thot mështeri që urrejtja thot deri në shkallën që kanë dashur të më largojnë nga aty. Në raste të tilla thot si duhet vepruar, edhe pse e di që thot jam në pronën time për të cilën paguaj, dhe në të cilën thot e kam privatësinë time, edhe në të mund të bëj çfarë të dua, por të tillët po më shkaktojnë probleme. Cila do të ishte këshilla ime, si do të vepronit ju nëse do të ishit në një situatë të tillë?
E para, do thot ne kur falemi në shtëpi. Po. Edhe kur e thirrim me zonë, nuk ka nevojë me u thirrë zonin me një tën të nalt, domethënë që mund di edhe tek të tjerët e kështu me radhë, e thirr domethënë zonin Mjaftosh. me një zonë normal, me një tën normal, do thot që të mjafton ty dhe familjes që faleni. Po. Nuk ka nevojë me ngrit zonin, do thot shumë që mundin është atyrë të shqetësuar kështu me radhë. Po problemshmërinë e zonit mjafton me u thirrë. E zoni me një tën normal, sikur që bashkëbisedojmë, edhe pastaj me fal namazin. Me një tën normal, domethënë i kryjm namazet me zonë se falësh si imam, po ashtu i kametin e kështu me radhë. Ose edhe leximin e Kur'anit ose dëgjimin e Kur'anit, gjithmonë do të më konë me ato kufit do thotë normales, pa pasur nevojë do thotë që mundi më shumë me theks veçantë kur jemi në një mjedis që jemi fqin për shembull jo muslimane kështu me radhë. Kurse sa i përket atyne konsekuencave tjera, është mirë atje mu konsultu me dikë që mu konsultu se çka është do thotë çka i lejohet për shembull tjetri si fshi për shembull për mua anku ose çka mundet me qenë problem ose me pyet dikon ndonjë avokat ose që nëse është në shqetësim i tillë me ngri një lloj padije kundër atyne fqinjve ose diçka që ndoshta ky e ndjen se i bëhet e padrejtë. Mi po sa i përket pikpamjes fetare, i duhet me pas një kujdes që namazi, ezani, gjitha këto me qenë kuadër një toni normal, do thotë që i mjafton brenda ambientit do thotë të shtëpisë. Shtëpitë tona na nuk i bën xhami, për shembull me dal në balkon edhe me thirrë ezanin, po e thirrim domethënë brenda, e falim namazin edhe e çojmë vend forcën e Zotit Dhul Xhelal. Mirë, shpresoj të jetë kjo këshill e mjaftueshme për mesazh dërguesin. Ndërkohë të dashur shikues, miq të nderuar të Radio Televizionit Pendimi, jemi në transmetim të drejtë për drejtë dhe linjat telefonike janë të hapura në +383 45 471 848. Mund të vini me mesazhet apo me telefonatat e juaja drejt për së drejti në kuadër të emisionit Drita e së Vërtetës në Radio Televizionin Pendimi. Po vazhdojmë me pyetje të tjera të ardhura me shkrim. Na rikthejnë dëgjuesit në temën të cilën e trajtuam. Dëgjojmë dhe shikojmë këshilla të ndryshme në rrjetet sociale, qoftë në TikTok, Facebook e të tjera. Dhe her pas here kam vënë re thotë që disa prej këshillave nuk shkojnë në të njëjtën formë njëra me tjetrën. Për shembull, këshillojnë për të njëjtën gjë, por njëri këshillon ndryshe e tjetri hoq ndryshe. Çfarë duhet vepruar në këtë rast? A duhet të marrë këshilla nga të dy apo në rastin që mund të ketë ndryshime nga këshilla tek këshilla të përpiqemi të bëjmë një zgjidhje tjetër dhe cila do të ishte ajo sipas jush? Po, për shembull, nëse e din një hoqë që është i dëshmuar do thotë për dijen e tina, për përgjegjësinë e tij ka shi do thotë fesë kështu me radhë për këshillat e porositë e tija. Nganjëherë mundet me ndodhë që një hoqë ndoshta e shepi një prizmë tjetër një dispozit. Nganjëherë mundet me qenë që mundet me pas shembull disa prej argumenteve, pastaj për shembull dietar për një çështje të caktuar mund me pas qëndrime të ndara. Dhe dikush për shembull me gjyku për një prizmi e dikush tjetër për një prizmë tjetër. Kjo nuk duhet me qenë një lloj shqetësimi ose më pas fejen pe tregojë ndrysh. Mi po tash secili prej pikpamjeve të tija ose atyne rrethona në cilat gjinë ose nevojat që ka për me marrë një përgjigje, ai duhet shembull personalisht me kontaktu një hoqë, për shembull ku e frekuenton një xhami ose që e di një hoqë në qytet ose kështu me radhë dhe me bashkëbisedu me te do thotë një çështje të tijen.
Por për çështjet e fesë na nuk bën me marr përgjigje në bazë të Facebookut ose TikTokut ose inteligjencës artificiale ose kështu me radhë. Sepse di për një hoxhë një herë ka pas thonë një fjalë. Dikush e ka pyet për do thotë të vlerën që e ka interneti në ofrimin do thotë të informacioneve. I thotë kjo hoxha atë interneti mundet me pas informacionet e bollshme, po thotë dije thotë atë moralin dhe sjelljen e mirë nuk ta jep. Sigurisht. Ne kemi nevojë do thotë që edhe mu frymësu prej pikpamjeve të shëndosha, prej karaktereve të shëndosha, shoqërimit të njerëzve të devotshëm, xhallar ose kështu me radhë. Mirë po që kush është i dënë tani për sepse edhe këto rrjete sociale do thotë duhet me pas në to kujdes, sepse në to po poston çdo kush. Jo është mundësia se cili me shprejat budallallëkën e vetë. Sepse ai që i ka frikën Zotit dhe xhallahu nuk e merr, do thotë atë rolin e hoxhës edhe me marr përsipër do thotë për këtë përgjegjësi të madhe që të flas në mëndinje dhe të drejtohet të tjerëve. Sigur mua për shembull që unë jam kompetent me fol për mjeksi, ose me qitë në pikpyetje një opinion të një mjeku të caktuar, ose në matematikë ose astronomi ose kështu me radhë. Por unë domethënë për aspektit do thotë intelektual, fetar, nuk më takon mua përsi në fusha tjera për cilat ato nuk kam dije ose s'jam i thirrur në to. Po edhe në anën tjetër, edhe fusha fetare u takon hoxhallarëve, thersve, të cilët janë të denjë do thotë që me interpretu porosit kuranore dhe profetike tek xhamatit, tek besimtarët, dhe ata duhet me mbet do thotë referenca e vetme që njerëzit m'ju drejtu për nevojat e tyre ose hallet e tyre fetare, që kanë nevojë për një përgjigje ose një zgjidhje të çështjeve të tyre. Mirë. Një pyetje që ka ardhur mbas se ka të bëjë me aktualitetin e ditëve të fundit, por nëse ndjeni të nevojshme të mos përgjigjeni dhe mund ta kalojmë. Thotë kështu, cili është gjykimi sipas Islamit për ato vajza, motra të cilat e hjekin shamin mbulesën, do thotë pasi e kanë vendosur. Një rast i tillë po më thotë para disa ditësh nga një personalitet i famshëm i botës së mediave, siç është Iqbal Hududi, e cila publikisht dhe potërisht e ka hjekur mbulesën ose shamin. Nëse unë këtu nuk do të mirë në caktuar, do thotë, po mbulesa është obligim për femën muslimane. Ka qenë obligim, do thotë, edhe në shoqëritë e kaluara, që Zoti ul Xhelal do thotë bija të Ademit i ka urdhëruar që të jenë do thotë kur t'i drejtohen namaz ose kur dalin publik që atë bukurinë e tyre mos me e shfaq do thotë në publik ose me qenë çasme për sytë të tjerë. Po më vesh do thotë me rrobat e bukura dhe me u mbulu në mënyrën që Zoti ul Xhelal na ka urdhëruar me to. Tani heqja e mbulesës nuk ka dyshim se është mëkat prej mëkateve dhe një besimtare nëse e bën një veprim të tillë duhet mu pendu tek Zoti ul Xhelal. Sepse bindja ndaj Zotit nuk lidhet me etni, nuk lidhet me komsi, do thotë ti mundesh me qenë shqiptar musliman, tjetri mundet me qenë arab, tjetri mundet me qenë aziatik, atje afrikan, tjetri mundet me qenë amerikan, gjerman, po nuk ka të bëj do thotë bindja jote ka shi Zotit, që është një bindje shpirtërore, nuk lidhet do thotë me mjedisin geografik ku qindesh ti. Edhe nuk ka kur gjë të keq që ti më kon edhe shqiptar edhe fetar, ti vi çka je më i kompletuar për shembull. Po bindja ndaj Zotit është diçka që ne na takon me e marr ose me e refuzu. Allah ka thonë kjo është rruga e drejtë. Kush do le ta merr, le të beson, kush do mos besoj. Po njerëzit do thotë janë përgjegjës për veprat e tyre, për veprimet e tyre. Prandaj edhe Zoti ul Xhelal njeriu e ka dalluar me mendje. Për arsye se e ka bën përgjegjës për veprimet e tija.
Po dhe për shaktin e veprimeve, pastaj e kalon edhe xhenetin, si vend shpërblym edhe xhenemin, si dhe me thonë përgjigje dhe ndëshkim për ata të cilët nuk e kanë njohur ose i kanë shprehur mendjemadhësisë Zotit dhe xhenera ose urdhave apo dispozitave të tija. Prandaj do të mu pendu ajo motër, mu kthy tek Zoti dhe xhelal edhe mos me bo dhe thëtë adhurimin, bindjen ndaj Zotit, dhe më thonë element me të cilën mundohet me i përmbush në ato, ku e dijen mendimet ose bindjet e të tjerë ose kështu me radhë. Mirë, do të vazhdojmë me pyetjen e fundit që deri më tani e kemi në studio. Në broma për juve Avni dhe përshëndetje për Hoxhën, po i dëgjoja thot që nga fillimi edhe një respekt të veçantë për mënyrën e komunikimit të Hoxhës, me qetësi dhe butësi që rrallë prej hoxhallarëve e gjejmë në shprehje kur flasin me qetësi, fjalë të pakta dhe të pastërta. Thot deshta ta bëj një pyetje, unë thot po e shoh sot për herë të parë këtë hoxh sot, ndoshta është edhe fillimet e mia që po ndjek TV Pendimin, deshta të di pak mbi biografinë e tij, çfarë shkollimi ka të mbaruar dhe ku është imam. Okej, po do më shumë histori tuaja kush. Nëse sot është problem për universitetin. Unë kam mbaruar studimet dhe thëtë të larta në Mbretërinë e Bashkuar e Britanisë të Madhe. Kam mbaruar në shkencat e përgjithshme të fesë, një kolegj privat atje. Pastaj jam kthy ku veproj dhe shërbej të thëtë si imam në Ferizaj, në xhaminë e fshatit në rrëtime e epërme. Si dhe mirën dhe thëtë edhe me disa prej këtyre aktiviteteve të tjera, fetare, edukative, kulturore, dhe thëtë në shërbim të xhamatit, shërbim të rrethit, komunitetit, dhe thëtë njëherë me emisionin, njëherë me këshillën, njëherë me shkrime, kështu me radhë. Po dhe thëtë në shërbim të komunitetit, dhe thëtë në sferën që kemi gjithmonë kështu si prioritet, të edukimit fetar, ati moralit shëndosh, largimin ose vetëdijsimin e trive, sidomos kafshë rrezikshme, dukurive negative e kështu me radhë. Gradualisht edhe ne po shkojmë në çastet e fundit të programit të sonte. Unë jam falendërues shumë që ishim bashkë sonte në këtë program. Dhe padyshim për çdo këshill që e kaluat këtu në valët e radio televizionit Pendimi dhe pranë dëgjuesve shikuesve tonë. Unë mos mbetet gjatë tjetër përveç se me të falenderu, edhe nëse ju keni ndonjë këshill për fund, me shumë kënaqësi do e ndjekim e do e dëgjojmë. Faleminderit edhe ju për ftesën e Si. Edhe lutë Zotin t'ja bereqet në punën tuaj, dhe thëtë mrekullueshme që po e bëni në shërbim të komunitetit tonë, diasporas tonë, të më nga dhe që gjindin ata që kanë nevojë dhe thëtë dhe kanë mundësien që të rifreskohen me këshillat e bukura fetare nga hoxhallar të ndryshëm që janë musafir që vinë tek ju. Unë falenderoj juve dhe të dëgjuesve të Radio Pendimit. Shpresoj që të takohemi hera dhe tjera, Zoti ju shpërblet të nderoft me të mirat e tij. Allahumma amin. Miqdashur, shikues të nderuar të radio televizionit Pendimi dhe ju dëgjues të dashur, ishte ky edicioni Drita e së Vërtetës. Ishim këtu së bashku nga studio në Prishtinë dhe po përmbyllim edhe sonte këtë edicion me shpresë besim tek i Madhi Allah që do të ridëgjohemi e rishikohemi në programe të tjera. Deri në takimin ton të radhës, mos mbetet gjatë tjetër përveç se t'ju përshëndes me përshëndetjen e banorëve të xhenetit. Assalamu alaikum rahmetullahi wa barakatuh.